Të nërmiq, përshëndetje, mirë se ritakojmë sërish në kjo është koha në takimin tonë të përditshëm në këtë muaj të begatë të Ramazanit. Ju ftojmë që të qëndrojmë së bashku në këto minuta në vijim për të njohur me një prej dimensioneve të rëndësishme që Islami e trajton dhe agjërimi në veçanti. Do të flasim për familjen, do të flasim për dimensionet e duhura që agjërimi dhe Islami në përgjithësi i jep njeriut edhe në raport me familjen e tij, raport me bashkëshorten, me prindrit, me fëmijët. Sa e rëndësishme është familja, si e ruan Islami familjen, për gjitha këto do të flasi Hoxha nderuar Ahmet Kalaja. Hoxha, mirë se vini. Mirë se gjetëm, faleminderit. Hoxha, Ramazani i jep njeriut një farë dimensioni real se kush është ai dhe cilat janë obligimet e tij, cilat janë qëllimet madhore, pasi shpesh rutina, angazhimi, karriera, biznesi, konkurenca, njeriu e shfokusojnë dhe e zhvendosin në qëllimet madhore për cilat është krijuar. Në fenë islame dhe veçanërisht në Kur'an ka një kapitull që përcaktohet dhe përmendet familja, që thotë se familja është një prej qëllimeve dhe obligimeve. Shumë të rinj sot janë, po themi, të pavendosur për të ndërtuar familjen, shumë nga ata që ndërtojnë familje janë të pavendosur për ta vazhduar atë, çka sill pasojë vetëm tek ata, por se edhe tek e gjithë shoqëria. Cili është koncepti i Islamit për familjen? Si e shef feja islame familjen? Renditet numër 3 në raportet e besimit familja, që do të thotë numri i parë është lidhja e njeriut me Zotin, numri i dytë është le të themi ti përmbahesh parimeve dhe rregullave, dhe numri 3 në Islam është familja, pra El-Fatiha, El-Baqara, Ali-Imran. Pra njëri i cili beson Zot, njëri i cili ecën në rrugën e Zotit, patjetër ky besim dhe ky përjetim i besimit duhet të reflektojë në krijimin e familjes. Familja është dy llojesh, familja e ngushtë, kjo që le të themi ne është bashkëshortja, prindërit, fëmijët, gjaku, dhe familja e madhe që është familja e gjithë njerëzimit. Ne jemi të obliguar që ta nisim me bërthamën, ta nisim me qelizën, t'japim shembullin e mirë tek familja e parë. Njerëzit në përgjithësi, modernizmi, paraja, fama, i kushtojnë shumë rëndësi familjes madhe, të duken, të shfaqen mirë, ndërkohë që kjo familja kryesore, që është familja e parë, që është prindi, që është bashkëshortja, që është fëmia, kjo familja është e lënë si në hije, nuk i kushtohet shumë rëndësi. Ndërkohë që le të themi të gjitha mësimet e profetëve të Zotit, të gjitha librat qiellor e kanë në fokus ruajtjen e familjes, sepse ajo është bërthama. Në momentin që e ruajmë, domethënë se ne kemi vënë, le të themi, atë gurin e parë për një shoqëri të shëndetshme. Në momentin që ne e shkatrojmë, në momentin që ne e prishim, domethënë ti nuk mund ndërtosh një mur pa tullan, ti nuk mund ndërtosh një mur pa blloqe. Në momentin që ai bloku ose tulla të shkërmoqet në dorë, nuk mund ndërtosh. Për këtë arsye edhe fokusi sot është tek shkatrimi i familjes, tek shkatrimi i lidhjes, le të themi, ose një lidhje serioze, nxjerrjen e njeriu nga konteksti i familjes, individualizmit, jetuarit në një botë ireale, të gjitha këto synojnë që mos kemi më tulla me të cilat do të ndërtojmë kalan e familjes madhe, e shoqërisë madhe. Për këtë arsye Islami, pra besimi, i kushton shumë rëndësi kësaj pjese. Për këtë arsye i kushtohet rëndësi prindit, për këtë arsye i kushtohet rëndësi bashkëshortit, për këtë arsye i kushtohet rëndësi bashkëshortes. Ndahen rolet, i jepen detyra, i jepen përgjegjësi. Pra nuk është kënaqësi jeta bashkëshortore, nuk është romancë jeta bashkëshortore. Jeta bashkëshortore do thotë përgjegjësi, jeta bashkëshortore është që të sjellim në jetë njerëz që të ndërtojnë një shoqëri të suksesshme. Është dashuria pjesë e domosdoshme, nuk ka kuptim. Jeta nuk do të kishte lidhje mes dy persona po mos ishte dashuria. Ka nuk është një marrëdhënie ftohtë, nuk është një kontratë kushtesh me njëri tjetrin. Ka emocion, ka dashuri. Absolutisht, nuk e mohon. Ne kemi shembullin më të mirë, Kur'anin famëlar, dhe Zoti thotë mes burrit dhe gruas Zoti ka krijuar dashurinë. Pra është dashuria një nga lidhësit e shpirtrave. Pra po mos ishte dashuria nuk do të kishte lidhje. Po kjo nuk do të thotë se dashuria është ajo që neve e shohim nëpër filma. Kjo nuk është dashuria që ne shohim nëpër telenovela. Dashuria është diçka që e lidh njeriu shpirt me shpirt dhe nuk ka më gjë që e ndan. Është diçka që ushqehet nga vetë Zoti i gjithësisë. Është diçka që, domethënë, e bën jetën bashkëshortore të fortë, të fuqishme për të përballur me çdo sfidë të jetës.
nuk bie roli i bashkëshortit pse nuk ka para, nuk zhvlerësohet roli i bashkëshortes sepse nuk ka një punë apo nuk ka një pozicion në jetë. Absolutisht është komplet diçka tjetër. Familja është një prioritet fetar, është një prioritet islam që hyn renditët ndoshta të tretën në objektivat madhor që synon Islami. Dhe një prej formave të qëndrueshmërisë dhe të vjushmërisë së saj është dhe forma se si ajo ngjiset, se si krijohet. Thuhet se në një farë mënyrë bashkëshorti e merr me amanet bashkëshorten e tij dhe ky amanet tashmë është një amanet vertikal, pra si thua hesapet, llogarit i ka me Zotin e tij dhe nuk i ka thjesht me të që mund ta manipulojë apo mund të abuzojë me të. Si duhet përjetuar plotësisht kjo pjesë? Për këtë arsye, domethënë e themi ne gjithmonë që Kurani është futur shumë detaje tek kësaj pjese. Unë nganjëherë çuditëm, nuk na ka dhënë kaq shumë detaje Kurani për namazin. Nuk na ka dhënë kaq shumë detaje për agjërimin. Nuk na ka dhënë kaq shumë detaje për zakatin apo për haxhin. Na e shpjeguar nëpërmjet haditheve, ndërkohë që tek jeta bashkëshortore vetë Zoti në Kur'an ndan rolet. Thotë janë njësoj te Zoti të dy burrë dhe gruaja, po burri ka një shkallë më të lartë përgjegjësie. Për shembull tregon se kush është ai i cili ka, le të themi, menaxhimin e jetës familjare, kush ka përgjegjësinë e jetës familjare ose momenti tjetër. Ai që ju përmendet është një hadith faktikisht, po ka dhe një ajet kuranor që thotë kaloni një jetë sa më të mirë me bashkëshortet tuaj, është urdhër kuranor. Pra ai Zot që neve na thotë duhet faleni, duhet agjëroni Ramazanin, është i njëjti Zot që thotë duhet kaloni një jetë mirë me bashkëshortet tuaja. Pra siç kënaqet Zoti me agjërimin, me zakatin, kënaqet Zoti nëse ne kalojmë një jetë të mirë bashkëshortore. Në të njëjtën kohë vijnë le të themi ajetet e tjera ku Zoti i thotë grave fasalihatu qanitatun hafidh. Pra Zoti jep cilësitë e bashkëshortes, thotë ata të cilët e mbajnë besën që i kanë dhënë burrit e tyre, ata të cilët respektojnë bashkëshortin e tyre, ata të cilët bëjnë vepra ato të cilat bëjnë vepra të mira, Zoti për to ka përgatitur. Pra i jep të dy ose të jep të dy dimensionet, edhe të burrit përgjegjësinë, amanetin, dhe gruaja është një dhuratë nga Zoti dhe një amanet i Zotit. Domethënë ti me të vërtetë mund të bësh Lora me mashtrosh, mirë po Zoti se mashtron dot. Me të vërtetë mund t'ja hedhësh gruas, duke e mashtruar, por nuk ja hedh dot Zoti. Pra është një raport me Zotin përpara se të jetë një raport me bashkëshorten. Po në të njëjtën kohë është një përgjegjësi e madhe që do të thotë ti, domethënë, mund të bësh shumë gjëra të mira, por në momentin që i hak gruas tënde është hak njerëzor, është e drejta e saj që nuk të falet edhe pse ti falesh shumë. Edhe pse ti agjeron shumë. Është një padrejtësi që pastaj vjen pyetjet e gjitha ato. Edhe nga krau tjetër. Adhurimet e tjera që mendon se. A diçka i gjë të bukur shumë interesante që unë kam gjetur në hadithin e profetit alayhis salatu wasalam, thotë një grua erdhi ta ankojë tek profeti alayhis salam se nuk po shijonte, nuk kishte humbur shijen e faljes agjërimit. Tha profeti i Zotit, nuk po e shijoj dot më gjoje tani. Tha, a ke burr? A je martuar? Tha, po. Tha, si jeti me respektin ndaj burrit? Ajo heshti dhe uli kokën. Tha, rregulloj raportet me burrin. Rregulloj raportet me bashkëshortin. Domethënë, pra aty është dhe kënaqësia e Zotit. Aty është kënaqësia e Zotit. Domethënë nuk është thjesht një raport aktrimi, as nuk është një raport fasade, se ne gjejmë edhe kështu, njerëz që bëjnë sikur janë shumë mirë se ju duhet për efekt politik, ju duhet për të marrë votat, ju duhet se duhet shkojnë në një festë së bashku etj. Raporti duhet të jetë raport i sinqert, raporti duhet të jetë një raport i vërtet, një raport i ndjer, një raport i cili mbahet i lidhur me 3 faktorë: dashuria, dhimbshuria, prehja dhe qetësia. Siç i ka përmendur Zoti. Pra janë 3 dimensione të rëndësishme në jetën bashkëtorë. Përndryshe nuk funksionon. Pra po nuk qet dashuria, po nuk qet dhimbshuria, po nuk qet prehja dhe qetësia tek njëri tjetri, atëherë është një martesë falso, atë është një aktrim që i mban gjallë për ku e diun se çfarë arsye. Ose mund të jetë hatri i fëmijëve që mos shkojmë deri në divorc apo që mos shkojmë deri në ndarje, se njerëzit do të thonë, po si do të martojnë fëmijët etj, pra kjo është fallcitet. Pra jeta bashkëtorë është një realitet i cili jetohet, i cili përjetohet, i cili nuk ka një ditë, i cili nuk ka një muaj, po i cili është një, le të themi, një institucion ose le të themi një investim i cili fillon këtu në këtë botë dhe mbaron
vazhdon, jo mbaron, po vazhdon edhe në xhenetet e Zotit. Ne, muslimanët, besojmë se me gratë tona do të jemi edhe në xhenet. Pra do të jemi bashkë sërish me fëmijët tanë, me bashortet tona në xhenet. Pra është një projekt që ne duhet të jemi shumë kujdesshëm për ta ruajtur, për ta mbajtur, për t'i dhënë rëndësinë e duhur, si e tha profeti alayhis salam. Më i miri në mesin tuaj është që është më i miri me bashorten e tij. Ajo grua që i falet Zotit 5 herë në ditë, agjeron Ramazan, ruan nderin, respekton burrin e saj, Zoti do t'i japi 8 dyert xhenetit. Pra ti duhet të jesh shumë korrekt në atë që ti ke për detyrë të bësh, gruaja duhet të jetë shumë korrekte në atë që ajo ka për detyrë të bëj, dhe në momentin që ne bëjmë detyrat tona, atëherë çdo gjë ecën mbar edhe mirë. Pra nuk ka vlerë egoja mes çiftit, sepse në kohën ku ne jetojmë, në postmodernizëm, individi shihet si një sferë plot. Në shoqëritë tradicionale, mashkulli dhe femra shihen si dy të plota që bashkojnë një të tërën, për një të tërën, ka nevojë për një tjetrin. Edhe rolet janë të ndara dhe nuk përzihen me njëra tjetrën. Ndërsa absurditeti i kohës sotme është që i ofron njeriu konceptin se është i plot dhe shpesh e sheh familjen dhe si një rivalitet dhe një lloj marrëdhënie mes dy egosh, çka e bën atë të paqëndrueshme, çka ka sjellë edhe shumë divorce. Si ta bëjmë martesën tonë, familjen tonë të qëndrueshme, sepse jeta familjare ka dhe konflikte, ka dhe mosmarrveshjet, ka dhe ajo ulje ngritjet e veta. Islami faktikisht i ka parashikuar këto lloj situatash. I ka parashikuar dhe momentet e rënjes së kurpës në jetën bashkëshortore. Domethënë Islami e ka parashikuar edhe këtë lloj situate. Për këtë arsye thotë vazhdimisht ti duhet të jesh i vëmendshëm. Vazhdimisht duhet të kushtosh rëndësi, vazhdimisht duhet të japësh rëndësinë e duhur. Kjo vlen për të dyja palët. Vazhdimisht duhet të japësh respektin e duhur, vazhdimisht duhet të japësh vlerësimin e duhur, vazhdimisht duhet të jesh i vëmendshëm në momentin le të themi e premtimit të dhënë që duhet mbajtur. Vazhdimisht duhet të jesh i vëmendshëm për të kërkuar falje atëherë kur ti gabon. Vlen për të dyja palët, pra nuk është vetëm për mashkullin apo për gruan, kjo, për burrin apo për gruan. Ti duhet të dish si të falënderosh kur pala tjetër, domethënë bën vepra korrekte dhe ofron shërbime, qoftë ndaj teje, qoftë ndaj familjes. Ti duhet mësosh të deklarosh dashurinë. Dhe kjo është një për problemeve të tjera që thotë unë e dua, po nuk e them, jo ti duhet ta thuash. Islami gjithashtu domethënë na mëson që ne duhet të jemi të larmishëm në mënyrën se si e shfaqim dashurinë, në mënyrën se si e bëjmë jetën bashkëshortore sa më të këndshme, sa më të mirë. Unë do të jap vetëm një shembull nga jeta e Profetit alayhis salam. Pejgamberi alayhis salam, domethënë le të themi një nga njerëzit që ka pas më pranë vetes, ti ka qenë Aisha radhiyallahu ta'ala. Po të lexojmë mënyra se si Profeti i Zotit e trajtonte Aishën, të bashkëshorten e tij që ai jetonte më shumë se të gjitha të tjera, domethënë habitesh, mahnitesh, domethënë llogaritet i Profetit i Zotit duke bërë gara, duke bërë vrap, domethënë për shembull llogaritë e këtij. Profeti i Zotit duke pirë aty ku pinte bashkëshortja e tij. Profeti i Zotit një herë i thot Aishës, "O Aisha, thotë, ti si është puna?" I thot Aisha, thotë, "Unë thotë e kuptoj, u bë kohë thotë që e kuptoj kur ti je mërzitur me mua dhe kur ti je kënaqur prej meje." I tha Aisha, "Po si e kupton ti o Profeti i Zotit?" Tha, "Dëgjoj, ti kur je mërzitur nga unë, thua betohem në Zotin e Ibrahimit. Kurse kur je kënaqur me mua, thua betohem në Zotin e Muhamedit." Shumë e thellë situata. Duke se komunikimi mes tyre ka qenë shumë i bukur dhe shumë simbolik dhe ka qenë dhe shumë i natyrshëm, sepse ju po thoni që Aisha ka patur momente që edhe është mërzitur nga Profeti alayhis salam. E ç'mund të themi ne nëse ndodh një situatë kur për shkak ndoshta të keq kuptimi dhe po ndoshta ndonjëherë edhe për shkak të një teke, bashkëshortja mërzitet. Një prej problemeve të mëdha që ka le të themi lidhjet sot është se për gjëra të vogla bëhet nami. Domethënë nganjëherë se ulemi me njerëz që kanë shqetësime të tilla, konsulencë, domethënë me dashamirësi. Dhe ju them ndonjëherë, disi është puna, këto ankesa që ju paraqisni, po të shihni mas 10 vjetësh do thoni, "Bo, çfarë kemi thënë para 10 vjetësh tek Hoxha." Dhe ka pas raste që më ka thënë, "O Hoxha, ma me që të kemi thënë kështu, na vjen turp nga muhabeti që kemi bërë në atë kohë." Pra është njësoj si kur ti vish në një ndërtesë bukur, po ai ustaj ka gabuar vetëm tek dritarja. Dhe ti për shkak dritarës shem gjithë shtëpinë, gjithë ndërtesën, ndërkohë që mund të rregullohet dritarja. E zëm se dritarja nuk rregullu fare, do ta shemi po lër ashtu, por nuk ka problem. Si tha Profeti alayhis salam, nuk ka pse të mërzitet një bashkëshort i mirë
nga bashkëshortja e tij nëse shet diçka që s'shkon ose në një gabim. Po kështu të bashkëshortja e mirë, besimtari nuk mërzitet nga burri i saj, nëse shet tek ai diçka që nuk shkon. Po i thanë profeti i Zotit si funksionon kjo gjë ti si? Tha pejgamberi sa, nëse nuk kënaqesh prej diçkaje ka shumë gjëra të tjera që ty të kënaqin. Ti vetëm mendon që kjo gruaja, kjo bashkëshortja jote është nëna e fëmijëve të tu. Pra nëse shef një element që ndoshta nuk të pëlqen, dije se janë me dhjetra ose me qindra ose me mira element që të kanë pëlqyer të. Duhet dim bëjmë matematikë, duhet bëjmë si ti barazbeshojmë gjërat. Unë do të jap një shembull tjetër për ta përforcuar këtë. Profeti alayhisalatu selam tregon një moment le të themi debati në familjen profetike. Pra jo thjesht është mërzit Aisha apo jo, debat në surën Tahrim. Dhe Zoti këtë debat e pasqyroi në Kur'an. Pyetja shumë e thjeshtë, a nuk ishte Zoti i plotfuqishëm që këtë debat në familjen profetike mos ta paraqiste në Kur'an? Jo, Zoti e paraqiti për të na treguar neve që është normale që në familje të ketë debate. Përkundrazi, debati, dialogu, po edhe zënkat, do thotë që ka komunikim, do thotë që ka jetë mes tyre. Do të jap një rast më ekstrem fare. Futet një ditë Ebu Bekri, pra baba i Aishës, në shtëpinë e profetit alayhis salam, dhe i vjen me shpinë nga njëri tjetri. Ebu Bekri nuk e duroi dot, sepse Ebu Bekri e shihte profetin i dashur i Zotit, si njeriu i zgjedhur. Shembulli, modeli, dhe goca e Ebu Bekrit i kishte kthyer shpinën, pra ishin mërzit. E ke parasysh me shpinë në njëri tjetër. Ndërkohë që profeti alayhis salam i jepte mundësia Aishës që ta shifte atë si Muhameti, se po ta shifte si profet, marrëdhënia do ishte gati e pamundur. Ishte marrëdhënie bashkëshorte. Dhe Ebu Bekri i vërsulet kujt? Aishës. Thotë, si moj ti guxon përpara profetit? Si guxon ti? Ne jemi shokët e profetit dhe nuk e shohim dot në sy, domethënë na vjen zor, kemi turp, ndjejmë domethënë hijen e tij, dashurinë e Zotit mbi të, ti sillesh. Dhe Aisha kur e pa që babai kishte zërës, filloi të sillej nga krau tjetër. Dhe Ebu Bekri që e ndiqte dhe profeti alayhis salam që e largonte Ebu Bekrin derisa e nxorri jashtë. Kur doli Ebu Bekri jashtë i thash, "Ama Aisha, ta kush të mbrojti nga babai yt?" Domethënë raporte, domethënë shumë të holla për një kohë, bëhet fjalë para 1500 vjetësh, ë? Sepse thua në këtë kohë, okay, domethënë gjërat njerëzit shohin, ku diun lexojnë edhe më ndrysh. Pra, ideja është domethënë që jeta bashkëtorë ka dhe ato momentet e veta, po këto momentet e veta janë si sëmundja për shëndetin. Sëmundja nuk është gjithmonë treguesi keq. Sëmundja është edhe një faktor që forcon imunitetin tek njeriu. Flasim për sëmundjet e lehta. Te kalimi këtyre sfidave bën marrëdhënie më të fortë, bën më të shëndetshme. Absolutisht. Dhe tek profetët ne gjejmë shembullin më të mirë dhe shembull më të natyrshëm, jo një shembull të zbritur nga qielli i cili nuk jeton me këmbë në tokë. Dhe janë ndoshta të përsëritura rastet në Kur'an kur vetë profetët luten për fëmijët, duke qenë se një prej problematikave të dyta pas, po themi, krizës mes çiftit, është dhe dilema për të patur pasardhës, është dilema për të patur fëmijë. Nëse do kemi, nëse sa do jetë numri i tyre, a do mund të përkujdesemi, a do na paksohen të ardhurat, pra janë gjitha këto dilemat që e kanë bërë gjithashtu familjen më të dobët. Për çfarë janë lutur dhe si janë lutur profetët në raport me fëmijët e tyre? Çfarë kanë kërkuar Zoti? Këtu kemi dy gjëra. E para, Islami ka nxitur për martesë. Islami ka porositur që njerëzit martohen. Islami kërkon që ne të krijojmë familje. Madje ka bërë prioritet këtë. Absolutisht. Domethënë vetë profeti alayhis salam sa herë shihte të rinj ose të reja, jeni martuar, martohuni. Pra nxiste që njerëzit martohen dhe që njerëzit krijojnë familje. Dhe ne jemi dëshmitar të faktit se sikur një njeri martohet, koncepti i tij mbi jetën merr dimensione të tjera, mendimi i tij është diçka tjetër. Kur bëhet baba për herë të parë, ndron komplet çdo gjë, mënyra si mendon, prioritetet, gjithçka ndryshon. Pra e ka bërë Zoti të atill njeriu që të lidhet, të ndryshoj perceptimi i tij mbi jetën kur martohet dhe krijon një lidhje, domethënë le të themi serioze, dhe atëherë kur ai bëhet me fëmijë. Pra Islami ka nxitur për këtë gjë, jo vetëm kaq, por ka nxitur që ne të bëjmë shumë fëmijë. Profeti alayhis salam ju thoshte shokëve të tij, martohuni, shtohuni se do të jemi krenar në botën tjetër me numrin e madh besimtarëve. Tani të bëri shumë fëmijë për një pjesë tonë është pengesë në karrierë, po, edhe shpenzimi i madh gjithashtu, është mundësi për të mos ta shijuar jetën, nuk udhëton dot, nuk lëviz dot. Isha sot me njërin
që po bëshim muhabet, edhe po tregojte, thash, sa fëmijë ke? Tha 3. Thashum, je I ri, thashum, ke kohë? Ja, tha 3, tha. Edhe ai nuk e dinte sa fëmijë kam unë. Edhe erdhi një më mbrapa, edhe ulëm tavolinë. Edhe ra muhabeti. Kur ky tjetri më pyeti mua, tha, sa fëmijë ke te osh? I thashun, kaq, numrin. Tha kuj panë, ta pash hoxhë do të që si bërë parë për shtype numërim, tha, kupton? Që këto shprehjet franceze, një është pak, 2 janë shumë, pastaj janë të komplet jashtë. Kështu që ne faktikisht duhet, edhe ka dhe një arsye tjetër faktikisht, që është fakti që ne nëse bëjmë fëmijë, këta fëmijë do të jenë libri ynë mbas vdekjes tonë. Pra ne nuk vdesim shpejt, sepse mbetet libri I hapur. Është një mirësi e madhe që Zoti na jep mundësinë që ne, domethënë, të vazhdojmë të jetojmë edhe mbas vdekjes tonë. Ndërsa ajo që ju thatë është kemi domethënë lutjet e Ibrahimit alayhis salam në Kur'an, kemi lutjen e Jahjas Zekerias alayhis salam që janë lutur Zotit që Zoti t'u japi pasardhës të hajrit, sepse të kesh fëmijë të udhëzuar, kjo është sfida vërtet, nuk është sfida e të pasurit fëmijë me çfarë do ju ushqej. Ne jemi dëshmitar të faktit se si gjyshrit tanë kanë pas nga 10 fëmijë, nga 12 fëmijë, nga 13 fëmijë dhe nuk është menduar, domethënë nuk ka qenë asnjëherë diskutim se me çfarë do t'ju ushqej. Pra askush nuk është varfëruar se ka patur fëmijë. Madje marrëdhjen e fëmijëve shpesh jeta është begatuar. Për Zotin e Madh, sa më shumë fëmijë, aq më shumë dyer hap Zoti për njeriu. Përkundër është komplet e kundër. Unë po them këtë tjetrën, që të edukosh këto fëmijë, kjo është sfidë. Pra njeriu për këtë duhet merakosemi në fakt. Për këtë duhet merakosemi, edhe të planifikojmë. Jo, domethënë duhet të kushtojmë shumë rëndësi kësaj pjese, sepse Zoti çfarë tha në Kur'an, o ju që keni besuar, ruani veten tuaj dhe familjet tuaja nga pra ne kemi 2 përgjegjësi, kemi një përgjegjësi, le të themi, individuale dhe kemi përgjegjësinë e pasardhësve tanë. Për këtë arsye profetët luteshin për pasardhës dhe kur Zoti ju jepte pasardhës, thoishin Rabbi gjallni muqime salati wa min dhurriyati. O Zot, më bëj mua falës të rregull të namazit edhe pasardhësit e mi. Ose thot Zoti në Kur'an duke I urdhëruar profetët, wa'mur ahlaka bis salati wastabir alayha. Urdhëroje familjen tënde që të jenë korrekt me namazin dhe I rrinë në kokë kësaj gjëje. Pra, jo thjesht falin namazet e ik, jo duhet të jesh konsekuent, derisa ti bëhet edukat falja namazit, derisa ti jetë I rregullt në faljen e namazit. Për këtë arsye, domethënë, e shohim domethënë në shumë situata, në shumë rrethana, profetin e Zotit alayhis salam, siç është Ramazani për shembull. Pejgamberi I Zotit alayhis salam në Ramazan, në 10 netëshin e fundit, nga që kërkohen ata e kadrit, thotë, çfarë bënte profeti në 10 netëshin e fundit? Thotë profeti në 10 netëshin e fundit paloste shtratin. Shtrëngonte rripin, pra me kuptimin nuk merrej më shumë me ushqimin, po I përkushtohej adhurimit. Thotë e treta zgjonte familjarët. Pra çoheshin gjithë për të falë namaz dhe I kalonin le të themi netët e 10 netëshit fundit në agjerim. Pra duket sikur Ramazani dhe veçanërisht agjerimi pa familjen është I mangët. Edhe me familjen merr tjetër dimension, merr tjetër vlerë. Po sepse tani si të shfrytëzojmë këto ditë, si të shfrytëzojmë, dhe jo thjesht të shijojmë, sepse shija është e pranuar nga të gjithë, pra iftarët e përbashkëta, syfyret e përbashkëta, po si ta shfrytëzojmë këtë moment, këtë muaj në një farë mënyrë për të ngritur në tjetër nivel në raport me ato objektiva dhe ato këshilla që ju dhatë më herët. Normalisht Ramazani, do të thonë indirekt ndikon në forcimin e raporteve familjare. Përse? Do të thonë njerëzit angazhohen, gjithë njerëzit në shtrimin e iftarit, të gjithë njerëzit angazhohen në zimin në syfyr. Para se të çohen për syfyr, bëhen gati, falin në një namaz, bëjnë dua, mblidhen së bashku, ftojnë gjakun dhe farefisin për të hëngrë iftarë së bashku ose për të ngrënë syfyre së bashku, organizohen familjarisht për shkull xhami së bashku, pra shkojnë falen teravit së bashku. Pra adhurimi I agjerimit ose Ramazani I jep edhe një arsye më shumë familjes për të qenë më bashkë, për të qenë më pranë njëri tjetrit, sepse është e tillë, domethënë do të vi koha e iftarit, do të jenë gjithë në një tryezë, do të vi koha e syfyrit, do të jenë gjithë në një tryezë. Të gjithë do të angazhohen, dikush sjell ujin, dikush sjell hurmat, dikush sjell diçka tjetër. Ju le një liri, le të themi, zgjohen fëmijët e vegjël, edhe ata që nuk agjerojnë, çohen gjithë aty në sofrën e iftarit apo në sofrën e syfyrit,
Pra një lloj indikacioni, sikur Zoti na thot, o njerëz, dua t'ju shoh gjithmonë në një tryezë, jo vetëm kohën e iftarit. Dua t'ju shoh gjithmonë në një tryezë, jo vetëm kohën e syfyrit. Një nga problematikat që kanë sot familjet është, për shembull, është të ngrënë gjithë secili në vete. Gjithë secili shkon han ikën në vete dhe tregohet se në kohën e Profetit alayhis salam dikush është ankuar, ka thënë o pejgamberi i Zotit, po ka bereqet, nuk po ka më bekim. A di çfarë pyetje bëri profeti? Ndoshta tha hani gjithë secili në vete. Ndoshta, pra s'ka bekim. Leku nuk po shihet. Ka lek po nuk po shihet, le të themi, si më thon ajo. Nuk ka lumturi prej saj, nuk ka, po themi, nuk ka shijen e duhur. Nuk ka efekt, është po s'ka efekt. Tha profeti alayhis salam, ndoshta ushqeheni gjithë secili në vete. Një pyetje shumë e thjeshtë. Në momentin që ne do të ulemi si shtëpi të gjithë 2 herë në ditë së bashku, a do të flasim? A do të ndihmojmë njëri tjetrin? A do të sillim diçka? A do të bëjmë shaka? A do të bëjmë gallat? Është komunikim. Së paku do të shohim njëri tjetrin, do të shohim emocionet e njëri tjetrit, do të kuptojmë lodhin ose gëzimin dhe do të ndajmë. Për këtë arsye në Ramazan, ndoshta gjatë gjithë vitit nuk na jepet ky shans. Pse? Gjithë secili han orarin e tij, ushqet në kurse këtu je i detyruar. Këtu je i detyruar të hash një iftar sepse është koha e iftarit, ti nuk mund të hash më vonë as nuk mund të hash më herët. Po ashtu edhe koha e syfyrit. Sikur po na thotë i madhi Zot, ju duhet të jeni bashkë gjithmonë, jo vetëm në Ramazan. Familja duhet mlidhet gjithmonë, jo vetëm në Ramazan. Domethënë, sikur indirekt Zoti i Madh na jep ato, le të themi, sinjalet që familja duhet mlidhet, familja duhet të jetë bashkë. Për këtë arsye është mirë, do të gjithë secili në familjen e tij të ketë program, të ketë një sistem që, domethënë, një rregullator që i mbledh njerëzit, rrin njerëzit bashkë me njëri tjetrin, shohin fytyrat e njëri tjetrit. Bëhet pastaj se Barsaleta që tha mungoi tha internet një 2 orë tha dhe pash këta njerëz të shtëpisë time, ta po ishin të mirë, tha, ke parti që ishin njerëz të mirë tha këta, familjarët im ishin burra të mirë, ishin njerëz të mirë. Gjithsesi po mendojmë që kanë qenë në internet duke parë Hoxhën, kështu që kanë përfituar, kanë vazhduar duke shfrytzuar kohën, nuk e kanë humbur atë. Ndërkohë Hoxh, duke qenë se jemi në minutat e fundit, në këto ditë ne lutemi për njëri tjetrin, në këto ditë lutemi për veten gjithashtu. Cilat do të jenë disa prej lutjeve që duhet t'ia kushtojmë familjes në një farë mënyrë? Faktikisht Zoti në Kur'an na ka mësuar nëpërmjet profetëve të tij që nga lutjet tona duhet të jenë lutjet për familjarët, sidomos lutjet për prindrit janë number 1, si më thënë, numri 1, lutjet për fëmijët janë numri 2, që do të thotë ne duhet të lutemi, neve domethënë duhet t'ia shprehim Zotin gjë të tillë, se ne gjithë e dimë që prindrit kanë një vend veçantë, po duhet t'i përmendim në duat tona. Fëmijët kanë një vend veçantë, duhet i përmendim në duat tona. Bashkëshortet tona, pra ne burrat, duhet i përmendim në duat tona. Gratë duhet na përmendin neve burrave në duat e tyre. Pra duhet të jetë një kohë që shfrytëzohet, që Zoti t'i bashkojë zemrat, që Zoti të largojë të gjitha shkaqjet e përçarjes, të gjitha shkaqjet e ftohtësisë. Për shembull, me që e kërkove me shembull, Zoti tha në Kur'an: Rabbena ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. O Zot, më fal mua, fali prindërit e mi ditën kur do dalim përpara llogarisë. Pra edhe të përpiqemi në këto marrëdhënie brenda familjes, por se edhe të lutemi për marrëdhënie vertikale dhe horizontale. Duhen koordinuar të dyja. Por Zoti shpërbleft për këto këshilla, Zoti shpërbleft për shembullin tuaj së pari, aty një familje të madhe, Zoti ju të mbegati në familje dhe kudo. Zoti pranon agjërimin dhe çdo vepër të mirë. Zoti nderoft. Të nderuar miq, këtu e mbyllim këtë takim të sotëm, folëm për familjen dhe kuptuam se është një prej prioriteteve të fesë islame, kuptuam se Islami gjithashtu ka orientuar për të tejkaluar çdo krizë dhe ka orientuar për ta pasuruar marrëdhënien me shqiptit, marrëdhënien me prindrit, me fëmijët dhe gjithë anëtarët e familjes. Gjithsesi që nuk ka punë të mirë me familjen të kuptoj se nuk ka ndoshta aq sa duhet me Zotin e tij. Dhe gjithsesi që përpiqet dhe investon në familjen e tij të shpresoj dhe të mendoj se tek Zoti do të ketë shumë sevape, tek Zoti do të ketë shumë shpërblime. Këto ishin mësimet dhe porositë që morëm nga Hoxha e nderuar Ahmet Kalaja këtu në xhamin e Namazjas. Unë ju falenderoj për vëmendjen, të jemi sërish nesër me një tjetër të ftuar, me një tjetër temë të rëndësishme. Kalofshi sa mirë.